Po mirë, ju mirë? Mirë edhe ne, a je pregadit për festën e Bajramit? Po. Çka keni pregadit diçka? Po, për Bajram sakta di jo, hala nesër kom ja fillu me Nesër, baklavat. tamam, E sot nata kadit mas një është, Po, do mirësime urime. i kom përgadit, i kom në req, faleminderit gjithashtu dhe juve. Faleminderit. Mirë, e kemi sot këtë pyetje në cilin qytet ka lezet festa e Bajramit, e kemi Prishtinën, Prizrenin, Mitrovicën, si dhe Ferizaj. Cilën e zgjedh? Po dihet Prizreni, Çka edhe ka i diçka bashkangjitet edhe Sohareka. Po. E vërtet, po tregom, çka ka diçka të mirë për festën e Bajramit, çka e dallon Prizrenin prej qyteteve tjera? Po çdo melsin e bojnë të mirë, çdo pitalkat, çdo sen borekat, çdo sen, po më parasysh ka do që janë krejt Prizreni bën të mira. E dashur, çka keni tradit gjithmonë që këtë mëngjesim kur e hajmë gjithë familja, çka nuk mungon asnjëherë për asnjë Bajram në tryezën tuaj? Vallai nuk mungon kur gjë. Po diçka gjithmonë. Dikush e ka vetëm orizin, dikush e ka paçën që shtar gnesa në Me cilën bujanoc. traditja nesër e Bajramit? Ma shkurt. Po i boj gjitha i boj, pi supës, te në tomlariz i boj krejt. Mirë. Me Bofshin mirë. to me oriz, që shithojmë na knina nga Soareka, Po. specat mushën, Po. pite, Po. Specat të mbushën e keni gjithmonë kështu për Bajrami pregadit apo e ndroni? jo kohët e fundit, po kem qef ma mirë mi bo dhe specat mushën. Mirë. Mirë e dashur, faleminderit shumë për Ju telefonatën. përshëndes edhe unë, gjithashtu juve, Shumë. Edhe ne ty. kaloni një ditë bukur, një natë bukur të shnosh. Gjithashtu, faleminderit.